Ndërkohë, deklaratat e tij kundër qeverisë izraelite dhe kundër Benjamin Netanyahut kanë krijuar një debat të madh. Pritet që kjo të ndikojë në politikën e jashtme dhe komunitetet brenda New Yorkut, duke pasur parasysh edhe që në konferencën e tij më të fundit, kryetari i zgjedhur i Bashkisë së New Yorkut, Zoran Mamdani, theksoi se do t'i mbroj komunitetin hebre që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe do ta luftoj atë valën, siç e quajti ai, të antisemitizmit. Ai madje bëri dhe një deklaratë shumë qesharake, do të thoja unë qesharake, se është e pabesueshme. Nëse Netanyahu vjen në New York tani që unë jam kryebashkiak, do ta arrestoj. Kjo është, më duket është shumë adoleshente si deklaratë, se të arri një kryetar bashkie të arrestoj një president ose një kryeministër të një vendi këtu në New York, në një kohë që politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk varen nga New York, po varen nga Washingtoni, atje është edhe qendra dhe atje është ajo ku bëhet gjithë politika botërore. Është pak utopike ajo deklarata e tij dhe ajo çfarë ai ka folur deri tani dhe çfarë mund të bëj, ajo nuk e dim se çfarë do të bëjë më tej, por ai sidoqoftë ka kërkuar shtrirjen e dorës edhe me komunitetin hebrej, edhe tek hebrejt ka kërkuar ndihmën. Dhe kështu që unë mendoj se ato gjakënësit që kanë qenë para zgjedhjeve do të kalojnë tashti mbas zgjedhjeve. A do të bëhet Mamdani ndërkohë fytyra e re e smajtës amerikane dhe një model për kandidatët progresist në zgjedhjet e ardhshme, duke ditur këtu që ka dhe një far rivaliteti në distancë ndoshta edhe me guvernatorin e Kalifornisë, Gavin Newsom, i cili gjithashtu ka shprehur qartë synimin e tij për të garuar për zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Këtu është gjithë lufta. Kjo lufta për hapur e demokratëve për zgjedhjet e vitit 2028 është shfaqur prej nga takimi prej nga martesa e Alexander Soros. Në ftesën që u bë nga Alexander Soros dhe bashkëshortja e tij, Human, ishte një ndarje ndërmjet demokratëve që tregonte atë se si po përgatiten demokratët për zgjedhjet e vitit 2028. Plani i Clintonit dhe Hillaryt ishte i mbledhur në atë takim që mund të quajë edhe si një konvent ose një samiti i demokratëve të krahut liberal të demokratëve, siç është Bill Clintoni dhe Hillary, në krahun tjetër të këtyre progresistëve që i përkasin Kamala Harris dhe krahut të guvernatorit të Kalifornisë, i cili pretendon të dalë presidenti aktual. Pra, çarja e tyre dhe ajo synimet e tyre e secilit grup dhe klanet që janë krijuar brenda atyre do të kanë konfirmuar veten e tyre prej qershorit dasmës Alexander Soros dhe vazhdojnë të tregojnë atë se dhe u tregua dhe më mirë edhe në këto zgjedhje. Pra, këto zgjedhje ishin më tepër ishin një sinjal për 2028 konkurimin e kandidatëve. Do konkuroj guvernatori i Floridës, i Kalifornisë, Newsom, Kamala Harris, apo do të dalin në një krah tjetër nga krahu i klanit Clinton dhe Hillary. E qartë, zoti Sina, ju falenderoj shumë për analizën tuaj dhe gjitha informacionet që ndat me ne në programin Rreth e Qartë. Ishte kënaqësi që ju kishim në program online. Kënaqësia ishte ime, mirupafshim.